Me moton protestojmë për shtet me sovranitet dhe kundër qeverisë antikushtetuese, pritet të mbahet protesta e radhës e paralajmëruar nga partitë opozitare në kundërshtim të dy marrëveshjeve, asaj për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe dhe demarkacionin me malin e Zi. 2 ditë para mbajtjes së saj, qytetarët kanë qëndrime të ndryshme rreth pjesëmarrjes ose mos pjesëmarrjes në këtë protestë. Ali Krasniqi ka thënë se do të marrë pjesë në protestë për t'i kundërshtuar marrëveshjet. Madje ai ka deklaruar se edhe nëse protesta shndrohet e dhunshme nuk do të ndalet. Në protesta po vazhdon me qëllim që me kuptu populli, kush po na udhëheq, çfarë forme diku kanë shkuar, mirë po na s'pa mundem me bë kur gjë. Bes pedim për shprehje atë në lefin ton, edhe na mirë ta prap s'mundja. Po na me vazhdo gjithçysh na mund alheq. Por për dallim nga Eliu, disa të tjerë të cilët thonë se do të marrin pjesë në protestë, ndërsa në momentin që eskalon situata atëherë do të largohen. Qëse bëhet e dhunshme, qëse dëmtojnë se kjo është e të joni, na duhet me dhonë një lek për ta e jo me dëmtue, jo me thyje dyre, gjoma, prezure me thyje. Po që dalin si njerëz i kërkojnë ato që ka i tako ligjit shqiptarë. Qarë të me lypë, ma shumë mos me lypë. Unë jam kundër protestës me thonë. Ndërkohë ka dhe qytetarë të cilët deklarojnë se nuk do t'i bashkohen protestës së thirrur nga opozita. Na jemi lodhë për këty në semë. Është çështje që ja ka vlerë kur ka qenë një regjim tjetër, tash është kjo do të më marrë veshje me bisedimin çdo sen. Nëse kanë gabu këta të qeverisë, opozita ka gabuar edhe 10 herë më shumë. Dhe janë shumë pushteti me forcë nuk mirët. Dhe na do të me qenë shumë të kujdesshëm. Pse s'është arsyeshme, s'ka asnjë arsye me marrë protestë. Protesta e radhës e thirrur nga 3 partitë opozitare Vetëvendosje, AAK dhe Nisma për Kosovën është paralajmëruar të mbahet me datën 9 janar 2016, duke filluar nga ora 14.